Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot kam kënaqësinë të mirëpresim një grua që ka ditur të shndrojë dhimbjen në forcë, sfidat në motivim dhe artin në një zot të fuqishëm për ndryshim. Atëherë Nertila, përshëndetje dhe jam shumë e lumtur që të kam sot në studio. Faleminderit, unë jam më e lumtur faktikisht, po ndoshta do ta kuptojmë edhe rrugës sepse me një vajzë kaq të talentuar, edhe më duket sikur po shoh dhe veten para shumë viteve. Përpos që je një grua shumë e fortë, po që nge dhe shumë e bukur. Në qoftë se ke thënë fjalën e fortë, gjithmonë je e bukur. Tani unë po e lidh vetëm me veten time, duke të falendruar jashtë mase, por me gjithçka që ka brenda forcën. Forca që do e bën të bukur, edhe qenien më të dobët. Unë dua të di ti si ke përballuar gjërat, ka që fort ke qenë gjithmonë apo jeta të ka mësuar të jesh e tillë? Shiko, është forca dhe fuqia. Për ata që e bëjnë diferencën, do të më kuptojnë shumë mirë, pa çka se do mundohem që të më kuptojnë të gjithë. Do mundohem. Jeta ka ato, po themi, fuqitë e veta që shpeshherë edhe i prodhon, ose krijon, e themi më sakt, në momentet saktuara, ti vendos përballë si vulkane, pastaj si dashuri, pastaj si ujë, pastaj si zjarr, dhe normalisht që ti duke u përballur me këto fuqi, sepse unë i quaj fuqi, gjitha po themi pengesat, gjitha sfidat, për mua janë fuqi që të vinë përpara. Dhe ajo jona është e brendshmja, është forca. Sepse forca shpirtërore, fuqia mund të jetë edhe jashtë, mund të jetë edhe pushtet. Dhe gjithçka çka vjen jashtë dhe të ofrohet, po themi si sfidë, apo thjesht si rrugtim, është një lloj pushteti që vjen nga jashtë dhe ajo brendshmja pastaj bën punën e vet që domosdoshmërisht duke u përplasur forca me pushtetin, ti o bësh e fortë ose shkatrohesh krejt, mbaron. E di sa po më pëlqen biseda me ty? Faktikisht nuk ndodh që unë të kem biseduar ndonjëherë kryesisht me ndonjë vajzë, pavarësisht në formë profesionale apo jo, dhe të mos na ketë pëlqyer biseda me njëra tjetrën. Unë pa mendoj që mos flasim formë profesionale, se që ke një shembull, por dhe din të flasësh dhe din të japësh mesazhe të ndryshme. Dhe sot është shumë e vështirë të kemi një personazh të tillë që të japë mesazhe domethënëse, që i ka provuar vetë të gjitha. Unë mendoj në momentin që ti nuk e provon diçka, nuk ke si të japësh një mesazh për të tjerët, apo ta përjetosh. Faktikisht unë mbetem gjithmonë një, po themi, flamurtare, se s'dua të them fjalën fanse, ndoshta shumë komerciale, shumë tregtare si fjalë. Kësaj që gjërat janë më reale dhe bëjnë më efektivitet, qoftë publik, qoftë në familje, kur njerëzit janë dëshmia e vet. Pra, kur gjën e transmetojnë si dëshminë e vet, edhe nëse je brenda familjes, pa qenë fare në publik. Publiku është familja jote. Dhe ti e thua gjën siç e ndjen në familje, siç është. Ajo ndihet më shumë edhe në familjen tënde, më kollaj zgjidhet problemi. Nëse motrës i vjen të çajë në familje, çan para gjithëve aty, të gjithë mund të prekemi më shumë. Nëse na jep forcë gjithëve dikush më shumë në familje, të gjithë prekemi më shumë ose bëhemi më të fortë. Kjo është edhe po themi mendoj unë, fakti që unë dua realisht që gjithmonë çdo rast të punës time, përveç se ku preket privatësia të tjerëve në lidhje me mua, gjithmonë, po, të kem këtë lloj efekti, por kjo pjesa shembull mund të jetë ndoshta një përfundim nga ana juaj që unë ju falenderoj, po do bëm pak si vajza ime, kam filluar të kopjoj vajzën time tani. Kur thot mam që nuk ndihem shumë komod kur më përdorin si shembull të shkolla, si më e mira shkollës, si më talentuara atje, si më talentuara këtu, sepse më duket se bëj tjerë të ndjen keq ose unë mund të ngec aty. Dhe pastaj nuk vazhdoj dot. Kështu që të lutem jemi fillimit të intervistës. Faleminderit gjithsesi. Të kanë quajtur aktiviste për vite me radhë. Kur e kuptove se edhe muzika mund të ishte një formë aktivizimi? Po. Tani, faktikisht muzikën e kam patur një formë aktivizimi dhe aktivizmi që në adoleshencë, në fakt, me kitarë, me italiane të kisha katolike atje në fshat, ku ishte e vetmja mënyrë me të cilën ne argëtoshim fëmijët fal kontributit social që bënin, po themi,
organizatat e ndryshme, qoftë sociale, po edhe institucionet fetare, në finale ato kishim. Nuk ishte qendra kulture në fshatin tim ose diku më afër, rruga ishte larg për në qytet që ne tiknim gjithë në pallat kulture ose të zhvillonim talentin ton. E praktikisht po, muzika filloi aty, dëshira për muzikë, për krijimin e muzikës dhe aktivizmin e muzikë filloi me një kitarist italian, Lorenzo, dhe vazhdoja, krijoja këngë qoftë edhe për probleme që shikoja në fshat për shembull, dhe ka qenë shumë interesante se vetëm krijoja, këndoja, por gjithë ideja ishte që s'po mësoja dot kitaren. Dhe vetmja gjë që më mbeti pastaj për duke mos patur kitar për ta mësuar ishte që unë të kompozoja muzikë edhe tekste dhe të frymëzoja edhe pjesën e rinis apo fshatrave rrotull sa herë kisha aktivitete dhe këndoja edhe pse isha i çike emocionuar sepse më spikasnin më shumë si një po themi moderatore të mirë se sa si një këngëtare të mirë nga emocionet. Kjo bën për libra, s'bën për të kënduar. Por ka qenë një periudhë tjetër jetës time ku muzika u bë vërtet një element i fortë, aktivizmi dhe dini për cilë të bë për kë u bë? Për veten time, që të shërosha vetë. Dhe këndoja vetë në dhomë pafund, ja 5 vjetë ku kam qenë dhe me një kalvar të madh, sfida shëndetësore, duke luftuar me jo një po 2 lloje tumorësh trupin tim dhe muzikën e kisha po themi shoqëruesen time të përhershme për të folur me veten në anë të tingujve. Unë edhe kur ecja rrugës vetëm dhe atëherë kur s'm ka parë njeri duke qarë, zgjidhja rrugët me gjethe dhe kam arritur të krijoj dhe të kompozoj edhe muzikë gjethesh që akoma s'e kam bërë publike. Dhe ishte e vetmja formë dhe përmbajtje, sepse okay, format mund ndryshojnë, se nga një rrugë me gjethe mund shkosh në një vend tjetër. Përmbajtja, më duke sikur kisha mësuar edhe gjuhën e gjetheve dhe se askush do të kuptonte përveç gjethet duke ecur në rrugë. Pse ke vendosur mos të publikosh këtë këngën kur e ke shkruar në gjethe? Shiko, çdo gjë që kam publikuar në jetën time, qoftë edhe një status Facebooku, qoftë edhe një njësi, qoftë edhe, nuk i di, kam treguar diçka. Për veten time në kryesisht te krijimtaria flasim ose te mendimi. E kam gjetur gjithmonë momentin e duhur, sepse ka shumë rëndësi momenti. Po ai nuk ka ardhur me një plan, jo. Thjesht në qoftë se ka patur një plan, në kokën time ka qenë, çdo gjë imja do vi momentin e duhur. Ky ka qenë vetëm po themi skenar në kokën time. Dhe pse? Sepse në qoftë se ti zgjedh disa forma për t'i bërë gjërat në jetë, jo të gjitha janë të pranueshme në atë moment tek të gjithë ashtu siç ti do të doje apo siç ti do ndjeje. Dhe për të ndjerë dhe për të dashur nuk do të thotë gjithmonë të dukesh më e mira. As të shkojnë gjërat perfekt. Por thjesht të kuptojnë. Edhe ti vetë vetja. Dhe unë mendoj, edhe unë mendoj që pjesa ku unë kam folur kryesisht për smundje disa vite, edhe taktuk në intervistë ku më kanë marrë, më së shumti kur jam shprehur me ndonjë shkrim, formën e rrëfimit, kanë ardhur momente ku unë faktikisht jam forcuar. Domethënë, edhe kjo pjesa e muzikës së gjetheve, që mendoj se do të ishte një terapi shumë e mirë për po më vonë do ta tregoj edhe këtë se mu më shkthyer muzika në terapi dhe mendoj që shpeshherë edhe analizat dilin më mirë sa krijoja një këngë edhe më të bukur, sa herë që analizat paraprakisht kisha më keq, kisha një ndërhyrje, unë krijoja një këngë. Gjetur motivim tek muzika. Te muzika. Faktikisht shërim, le të themi. Jo vetëm nga ana psikologjike, edhe nga ana mjekësore, ka disa lloj teorish, domethënë, dhe po themi edhe kërkime shkencore që e kanë vërtetuar që muzika ose talenti, një lloj talenti i caktuar, e ndihmon absolutisht në terapitë imune. Dhe kështu që imunoterapit. Dhe unë zgjodha muzikën se muzika më zgjodhi mua, nuk e di. Zgjodhë të dyja me njëra tjetrën, po. Atëherë kënga prej teje nuk flet vetëm për dhunën fizike, por flet dhe për plagët e narcisizmin dhe dhunën psikologjike. Po. Pse zgjodhe ta trajtoje pikërisht këtë plag? Shiko, po, kjo është kënga me të cilën e kam krijuar vjet në qershor. Supozoj që do ta bëja videoklip në Shqipëri edhe thjesht do ishte videoklip, edhe pse kisha një lloj pengu, kishte diçka që jo do bëj diçka më mirë me këtë këngë, jo i tjetër, sepse tek kjo këngë janë të gjitha viktimat që unë kam takuar të dhunës, po themi gra.
vajza dhe gra të dhunuara. Kryesisht kam takuar shumë vajza dhe gra të dhunuara fizikisht, por edhe duke punuar në fushën e drejtësisë, praktikisht është 4 vjet në zyrë juridike, fatkeqësisht duhet thënë si jam njohur me shumë vajza dhe gra që në proceset e divorceve ose për çështje urdhri mbrojtje, jo vetëm divorce, mbajnë pas vetes histori që në thonjza shpresoj të mos abuzoj edhe vetë duke thënë, po do ta lë sa më natyrale të mvi. Saqë nuk janë asgjë dy shpulla fizike në rastin e krahasimit me dhunën psikologjike, që kam dëgjuar her pas here që nuk ju bëhet vetëm nga partneri, po nga narcisizmi i partnerit, por dhe mos kuptimi i tjerëve. Dhe duke qenë se të gjitha këto elementet e tjera ose njerëzit e tjerë rrotull një gruaje të dhunuar, nuk është që po themi qëndrojnë pranë saj që në momentin e parë, sepse realisht që mos bësh viktim e kur flitet për dhunë, si dhunë psikologjike, fillojmë që këtu, në radhë të parë, gjëja më e parë duhet të kesh sensin e parandalimit, dhe parandalimin e bëjnë më së pari njerëzit për njëri tjetrin, jo institucioni, se institucioni mund të jetë edhe 5 minuta larg me makinë, një telefonat, një shprehje, një shprehur diku dhe unë normalisht kam takuar shumë vajza dhe gra që janë përmbledhur vetëm në një tekun. Por kjo nuk do thotë se dhe unë nuk jam përballur me dhunë psikologjike nga ish partner. Dhe absolutisht që kur gratë dhe vajzat mu rrëfenin, edhe pse mua më ka qelluar që rrëfimet i marr para se sa vetë ta kuptoj gjendjen po themi pasojën e dhunës psikologjike. Unë e kam kuptuar pasojën e dhunës psikologjike tek unë shumë vite më vonë. Nuk e kam kuptuar kur dhunohesha psikologjikisht. E kam kuptuar më vonë. Dhe kjo është akoma më frikshme. Sepse ty të duhet të konsumosh shumë vite dhe pikrisht për këto gra të dhunuara psikologjikisht dhe po themi në shoqërimin e narcistëve, për mua këto janë viktimat më të mëdha, sepse ju duhet shumë vite të rikuperuar, shumë psikologjikisht. Dhe nga ana tjetër, në qoftë se nuk rikuperohen ose rehabilitohen, bëhen akoma më të rrezikshme për të tjerët. Pra, për fëmijën që rrisin, për punën, për kolegët, për këtë do, po mbi gjitha për veten e tyre, që padyshim i bie që gjithë jetën e tyre ta konsumojnë vetëm duke qenë në depresion, dhe kjo është bërë një gjendje depresive masive në Shqipëri. Ne kemi parë raste në Shqipëri kur edhe janë vetë vrarë. Po, e madje një videoklip i imi, po ta shikoni në internet ndoshta më vonë, It's Your Life është jeta jote, është një videoklip që në kam bërë shumë vite më përpara, kur mos gaboj ka qenë 19 numri vajzave dhe grave të vetë vrara në Shqipëri dhe në Kosovë. Për vitin s'po më kujtohet vetëm të bëj ndonjë gabim, por e kam bërë një videoklip ku një vajzë hidhet në urë dhe eksaktësisht ja kam dedikuar veç vajzave dhe grave që vetë vriteshin. Po edhe kjo këngë dhe ky fenomen ka lidhje dhe me këtë tjetrën që sapo e thash, sepse përgjithsisht vajzat dhe gratë që dhunohen nga narcistat janë pikërisht ato që shkojnë drejt vetvrasjes. Nuk janë vajzat dhe gratë që dhunohen fizikisht që shkojnë drejt vetvrasjes. Absolutisht. Probabiliteti, statistikat dhe faktet dhe provat e kanë treguar që janë viktimat e narcisizmit. Dhe me këtë këngën prej teje, unë jam shpallur top finaliste në Sanremo në Itali e 2025-s, mes garuesve nga gjithë bota, kemi qenë 17 finalist nga gjithë bota, e përzgjedhur mes 500 kantautorëve ndërkombëtar, dhe për mua ka qenë një Jo, nuk ka qenë asgjë, ka qenë atje ku e dija se do shkoja. Okej, atëherë pse ke refuzuar shumë intervista për suksesin tënd në Sanremo? Çfarë të bëri heshtja pikërisht kur kishe më shumë arsye për të folur? Po, sepse jeta më mësoi kështu. Jeta më mësoi këtë. Në Shqipëri qoftë te familja ime, nuk ka rëndësi kjo, se ne nuk mund merremi me botën pa marrë herë me veten tonë dhe me ata që kemi më afër. Asnjëherë nuk kanë dashur që unë të këndoj, sepse kanë parë gjithmonë si shfaqje time të parë anën, po themi, librat, qenit intelektuale, muzikën e lidhin më shumë, okej, mund të jetë dikush i talentuar, por duhet ta nis kështu rregullisht, më falni, rregullisht ose nuk e di, ka diçka që nuk shkon, sikur të paftit, ata që zinë me bë diçka tjetër ja fusin dhe këndojnë. Më falni se thash edhe në formë popullore tani.
I vetmi justifikim, do më thënë që kisha pozitiv në këtë rast, ndonjëherë që më hatër durohesha, ishte vetëm fakti që këngë që i këndoja, i krijoja vetë. Dhe thonë, haj se ka diçka këtu, që po e tolerojmë, po bëjmë sikur s'po shajmë kësaj radhe. Por që praktikisht po, i kam refuzuar intervistat, po ju a them edhe arsyen pse, sepse po themi ata që më ftonin ose ndërmjetësuesit apo bashkëpunëtorët, atyre që kishin parë publikimin Facebookun tim ose në rrjetet sociale që kisha publikuar këtë po themi fotografitë, videot e Sanremo, sepse sigurisht nuk është tani po që jam këtu nuk më besohet. Që kam kënduar në skenën më historike italiane live para një jurie legjendare italiane dhe jo vetëm para artistëve që kanë marrë çmimin të parë Sanremon historike italiane dhe unë nuk e di edhe kur kam qenë në gjysmëfinale thash o zoti i madh, më mirë, jo më mirë ta lë, po kisha s'po punonin këmbët që shkoja prap dhe shikoja më doli emri në listë ditën e dytë të finales se nuk e besoja, po më mirë kështu, sepse kështu është ajo çka ti meriton. Kujt e dedikon këtë? Fitoren. Ja dedikoj absolutisht vetes time herë, absolutisht prej fillimit deri në fund. Sepse më është dashur me këdo të mos dakordsohem përveç se, në kuptimin e fjalës, të mos dakordsohen me mua përveç se unë. Dhe po do t'ju a them tamam saks që ndjej se s'dua të kem peng. Se kjo gjëja këtu mund truhet për gjithë jetën. E unë jam nën sot. Po jam edhe fëmia e dikujt. Po jam edhe dikush që po transmetoj një mesazh dhe unë dua që jo të jem perfekte, po dua që mos gaboj tek thelbi gjës. Po mbi gjitha unë padyshim ja dedikoj grave që për shumë vite ju kanë dhunuar ëndrat. Realisht po, edhe mami tim. Edhe mami im është po themi dhunuar nga struktura shoqërore dhe struktura po themi sociale, po ndoshta edhe institucionale vite më parë, në kohën e komunizmit, kur mami im kishte zërin më brillant të Lezhës, më brillandin dhe nuk shkoi në festivalin e Gjirokastës për çështje mentaliteti dhe çështje dhe frige në kuptimin, besoj se ju keni dëgjuar për mentalitetin e vajzave, ishte motra e 3 vëllezërve dhe për këtë tjetrën që aso kohë përflitej shumë faktikisht dhe një farë mënyre për disa kohë kam ndenjur duke patur dilemat e mia nëse ka bërë mirë apo jo, po pastaj kam dalë rezultatin që jo, sepse kam doja që mami tim. Edhe sepse ka qenë edhe koha ku vajzat artiste aso kohë edhe me fakte dhe prova dhe ekzistojnë edhe dosje, të cilat disa për cilave kanë kaluar në duart e mia për shkak të disa studimeve që kanë bërë për periudhën e komunizmit dhe po selektoheshin duke u kthyer, po themi në veglat seksuale të njerëzve që qëndronin pranë strukturave shtetërore. Ka patur edhe vajza që ka dyshime për abuzime seksuale, vajzat artiste. Kryesisht këngëtarët dhe ndoshta pikërisht për këtë arsye. Dhe kjo ishte arsye më e madhe pse unë duhej ta bëja këtë. Edhe pse mami ishte, po themi, kundërshtarja ime më e madhe në jetë për të kënduar, po unë e kam kuptuar pse, sepse ajo pas ka qenë një vajzë, domethënë që vetë është dhunuar në moshën e adoleshencës, jo duke dhunuar fizikisht askush, po jo shpreh ëndra, në gjën që dinte të bënte më bukur, më mirë dhe për të cilën nuk e di, ndoshta do ishin krenar gjithë shqiptarët sot, por që unë jam shumë. Sot në këtë pikë që jemi. Mamaja jote dhe gjithë familja që s'të kanë mbështetur i ta quajmë për shkak të mentalitetit dhe 1001 arsye që mund të t'i japin. Po. A ndihen krenare për ty për këtë çmimin tënd, për këtë që je ti sot? Atëherë, unë kur kam dal nga po themi skena Sanremo, pasi u bë dhe ceremonia po themi për çmimin e parë etj festa. Unë nuk i kam shkruar askujt, asnjë SMS, asnjë mesazh, asgjë. Flasim për familjarët, por gjithë njerëzit që dinin që tashmë unë jam finaliste, atje sepse e kisha bërë dhe publike, faktin që isha përzgjedhur finaliste, por lexoja dhe po ju jepja prioritet vajzave dhe grave që nuk i njoh fare personalisht, por që më kishin uruar, akoma si kisha hapur mesazhin. Kurse mami im më ka bërë një mesazh me lule, me zemra dhe me formën e lodhëve të mallëngjimit,
tek fotoja e parë e Sanremos, ku unë e publikova tashmë, po themi vetën si qisha, tashmë zyrtarisht, një kantautore fituese, to finaliste, kur kam parë lulet e mamit, unë kam menduar që vetëm mamin kam friends në Facebook, askën tjetër. Dhe me thënë, nuk kam dashur të shoh askën tjetër. Asgjë dhe askënd. Dhe aty kam kuptuar se, mori fund trauma mamit tim. Por nga ana tjetër ka një traumë më të madhe mbar shoqërore, jo vetëm për mamin tim që çdo ditë jetës saj është shumë krenare për mua dhe mos them se mund të ketë qenë krenare për mua më shumë se për askën tjetër, për gjitha gjërat tjera dhe përfshirë këtë tani. Kjo ishte një përfshirje, nuk ishte diçka e kundërt. Thjesht ajo si mami im, si mami dikujt tjetër, si pothuajse gjitha gratë dhe vajzat shqiptare, të gjitha kanë një traumë. Ato që arrin t'ju zbulojnë dhe ato që t'ju ashërojnë. Asnjë psikolog nuk do ja kishte bërë këtë mamit tim ose dikujt tjetër. Dhe efektivisht kjo ishte mënyra më mirë. Prandaj them ndonjëherë që dëshmitë e jetës janë edhe forma më efektive për të bërë ndikim, qoftë edhe ata që ke më afër. Mami im është shumë krenare për mua sot dhe nëse ka patur një 2-3 komente kështu tipikisht shqiptare, pastaj me adresa fallse se nga inati duan të thonë se ti s'ke kënduar ndonjëherë, në një kohë që tashmë je vlerësuar nga gjithë juria ndërkombëtare. Mami im ishte para që tashmë zihej me komentuesit. Edhe kjo ishte aktivizëm nga ana ime, sepse ishte në kuptimin e fjalës e quaj sot, se unë e bëra shumë natyrshëm, por sot e quaj që edhe nëse s'kam bërë asgjë në jetën time për të aktivizuar një grua tjetër, bëra mamin tim. Për të mbështetur ëndrat e vajzave dhe grave. Në këngën fjala më e vështirë është më fal. Po. Çfarë simbolizon kjo fjalë për ty? Po. Shiko, unë tek teksti i kësaj këngës prej te, unë kam thënë tamam çfarë simbolizon. Se po të shikosh rrjedhën e vargut, se kjo është ka unë nënkuptoj me fjalën më fal. Është që po largohem, sepse njerëzit kur largohen nga njëri tjetri, qoftë prindi nga fëmia, qoftë i dashuri nga e dashura, qoftë bashkëshortet, kushdo, largimi është një fazë, po themi, kritike, që demonstron pamundësi tjera, mos e zaurim, pamundësi. Dhe fjala më fal është një fjalë super magjike që një moment kritik të dikujt që s'ka pritur asgjë vetëm që ta kuptoni. Edhe nëse çfarë keni bërë 700.000 zezat, kur e thu një herë fjalën më fal, sidomos ata që kanë gabuar më shumë, duke që do të ketë një dritë jeshile, ndoshta jo për të afruar më shumë njerëzit me njëri tjetrin, po për të mos u larguar më shumë njerëzit me njëri tjetrin. Çka do të thotë që edhe në distancën e duhur, këta njerëz mund të jenë efektiv, qoftë për lumturinë e njëri tjetrit, por qoftë edhe veç e veç. Kështu që fjala më fal për mua është fjala mundësi. Mundësi, po jo gjithmonë mundësi për të rikthyer në të njëjtin, po themi, afrimitet fizik apo bashkëpunues. Ose shërim për vete. Po, fjala më fal, po, jo, përkundrazi jo vetëm ty, por edhe personin në fjalë. Është e çuditshme se si nuk e kuptojnë ata që kryesisht lëndojnë, se sa rëndësi ka që vërtet të kërkojnë falje me shpirt dhe të ndjehen të falur. Ai është shërimi, po, nëse vetë përveç narcistat që s'mund ta kuptojnë se fjala më fal nuk ka. Po ka, shiko, po flasim për burra narcist, po ka edhe vajza dhe gra narcistë. Flasim edhe në raport me mikeshat, në raport me unë kam studiuar shumë mbi narcismin dhe kjo është edhe arsyeja që më së shumti kohët vitet e fundit nuk është se jam marr shumë publikisht me aktivitete për gratë dhe vajzat, po tashmë kryesisht merrem në një formë tjetër, më private, qoftë edhe për shtëpia, se po bëj tani edhe psikologën unofficial. Ti i bën të gjitha më së miri, mendoj. Po nuk kam kohë për gjitha. E kupton, unë kam shumë vështirë të emocionohem. Por ti nga fillimi deri tani më ke botë lef. Nuk e kuptoj pse. Do bësh pastaj do marrësh sa energji, se më ka ndodhur edhe kjo mua, shpeshherë me njerëz që kanë patur të ftuar në studio ose në biseda rastësore. Më ka ndodhur pastaj kur kam bërë rrugën me gjethe, jam bërë më fort, jam bërë vetë një zog që do plotëroj aty. Thej që kam studiuar shumë mbi narcisizmin. Po. Pse zgjodhe pikërisht të studioje për këtë fenomen, le ta quajmë?
Dhe çfarë kuptove? Po, unë do ta them edhe ngjarjen që më ka çuar të studioj narcisizmi. A do t'ua them tani, do t'rregoj për herë të parë, do t'rregoj kështu publik, kështu fare. Le të gjoj tani, babi s'ka gjë babi. Bëj shaka sepse babin, me thënë drejtën, e kam shokun më të mirë të jetës time, pavarësisht se për shkak disa formave të jetës nuk kam mundur të jetë afër me në çdo rast mundshëm, po për mua është më i miri. Sa atëherë kur nuk kam pasur as ka 28 vjeç që kam ditur që kam babin, gjithçka. Dhe 28 vjet më ka munguar babi për format, jo fizikisht gjithmonë. Dhe po, më bëri një vajzë e dhunuar, fizikisht edhe psikologjikisht shumë vite. Dhe kjo vajza, po e them, ishte vajza me të cilën partneri e kishte tradhuar me mua. Po, ajo ishte vajza që unë duhet ta shpëtoja nga ai. Po nuk e dija fare ekzistencën e saj. Fare e huaj, një vajzë e huaj, dhe unë as nuk e dija fare se ajo ekziston. Dhe me kalimin e kohës, unë marr telefonata në gjuhën angleze, po nuk ishte angleze, në kuptimin në një nga shtetet e Europës, dhe një vajzë që më merrte e pirë, pinte vodka dhe më merrte në telefon. Dhe e kishte të ndaluar edhe të më merrte në telefon, edhe dhunohej. Dhe vetmja gjë që unë i kam thënë që në mesazhin e parë, sapo e kuptova që ajo me të vërtetë është dikush që unë i kam bërë një dëm të madh, pavarësisht se unë nuk e di se çfarë është. Sepse ti e di kur ti realisht je përgjegjës se e di se i ke bërë diçka dikujt. E kuptova që unë i kam bërë një dëm të madh asaj, po nuk po kuptoja çfarë. Dhe ajo është mikja ime më mirë sot. Dhe unë e fillova realisht ajo më shpëtoi në kohë mua nga për të mos qenë viktimë e narcisizmit, do të thënë në tranzicion. Unë isha fazë tranzitore. Dhe po, kam lexuar kur një moment ajo më përdor në anglisht fjalën narcisist. Unë sigurisht që e kisha dëgjuar, pa dyshim që po, bëhet fjalë një histori pak vjeçare, pak përpara. Dhe ka qenë ajo që e kam shpëtuar edhe nga vetvrasja. Dhe mënyra vetme se si këtë vajzë, sepse nuk është lehtë që ti të marrë në telefon një vajzë thotë ti më merr burrin mua. Nuk ishte martuar, bashkëtesë, por që dhe ti je në një njohje sipër, që supozohet gjithë njerëzit se ti mund të ndërtosh një jetë, mund të bësh një fëmijë tjetër, mund të ashtu, dhe ty të gjithë bota që ti ke ndërtuar të shëmbët, kur një vajzë të thotë unë do të vras. Pa e ditur se ti si ke bërë asgjë. Unë do të vras. Që janë ato emisionet ku ti del dhe flet për gratë dhe vajza që i mbron kur ti ja bën këtë një gruaje tjetër, më tha. Unë të kam parë një vajzë publike në Shqipëri. Dhe unë i mbaj mend që i kam thënë, a mund të ta them vetëm diçka? Çfarë dëshiron ti prej meje? Dhe më thënë, çfarë ke nevojë nga unë? Nuk i thash çfarë të kam bërë, çfarë ke nevojë nga unë? Dhe më tha, unë jam filanja dhe ti, kjo është situata. Vetëm ka thënë diçka, të lutem vetëm mos i trego se të thash. Pra paramendo çfarë viktime ishte, çfarë lloj viktime. Pra një vajzë që zguzon t'i thoj partnerit as se ti më tradhton. Dhe kjo ishte një gjë flagrante që s'kisha pritur kurrë në jetën time. Dhe ti shpëtoje një partneri të tillë, qoftë, shiko, jo unë pak më ndryshe, unë se kam probleme dhe mes publikut, ka arritur faza që duke takuar shumë vajza dhe gra shqiptare si thonë asaj, më ka shpirti më i të hundës dhe s'po pyes më, e bëj kështu bal direkt, e din? Por po kishte diçka tjetër, se ti mund ta zgjidhje çështjen e jetës tënde, do bezisësh ca kohë sepse tjetri në format e tyre, se për mua narcisistat nuk dashurojnë, duan vetëm veten e tyre. Po në mënyrën si shfaqen narcisistat duken shumë të dashuruar pastaj, shumë fare. Ndërkohë, unë duhet të shpëtoja atë, do të thënë, gjithë ideja tani e këtij raporti që unë do shkëpusja, do ishte në raport që duke shkëputur të merrja vajzën me vete. Dhe unë nuk mund t'ja lija atë vajzë, sepse unë do isha përgjegjës se nesër pas nesër, që asaj mund t'i ndodhte diçka. Dhe unë nuk isha rehat, ajo është një vajzë shumë e zgjuar, mua më bëri habi, unë mësova shumë prej saj, po të them. Dhe me thënë, më bëri habi një vajzë kaq e zgjuar, inteligjente, si mund të jetë viktim e një narcisisti, dhe me thënë, në kaq vite, sepse asaj kish kaluar një periudhë rreth 7 vjeçare me këtë raport.
Kurse imja ishte një njohje, po themi jo shumë e largët në kohë, një vit e ca, domethënë pak a shumë. Dhe po, në fazat ku ajo tentonte t'i bënte keq vetës, qoftë edhe duke, po themi, duke provokuar dhunuesin e saj, sepse këta nuk duan as provokime, këta duan distancë. Ishte për të mësuar vajzën në fjalë se si të shpëtonte prej tij. Në radhë të parë se si mos ta kishte më në zemër një narcist. Dhe fitoria më e madhe është që ti ta largosh nga vetja, nga zemra një herë, jo nga jeta. Po e largove nga zemra, ata vetëm distancë duan narcistët. Domethënë, vetëm heshtja, provokimi ju ushqen. Gjithmonë, i bën të vinë mbastej më shumë, jo vetëm për të dhunuar, po edhe në formën e tyre mendojnë se duan. Është shumë thjesht. Është një smundje, prandaj është e pashërueshme ajo. E s'ka gjetur akoma shërim. Po, e bëra në këtë formë. E bëra duke pyetur herë për të kaluarin e saj para se të njifte këtë person. Sepse kaq inteligjencë sa kishte dhe kishte përfunduar në këtë pikë, unë doja dija të kaluarin e saj. Dhe me të kaluarën e saj, pra i kish humbur vetë besimi për të kaluarën, që ky në një fazë kritike të jetës saj kish përfituar nga fakti që të dukej zot i jetës saj sikur e kishte shpëtuar nga një gjendje tillë dhe tashmë kjo që në atë moment fazës i dukej gjithçka ky gjithë bota. Dhe kjo ishte ushqyer ndër vite. E thjesht asaj duhet t'i jepja një leksion që nuk ka asgjë për t'i hartuar nga kaluara e saj. Ajo është vajza më e mrekullueshme që kisha njohur. Do doja shumë që t'ishte duke ju dhënë leksion gjitha vajzave dhe grave shqiptare. Vajza arsimuar, përveç se vetë kështu inteligjente dhe po, e bëra në këtë formë, duke i krijuar vetbesimin, duke bërë ta dojë edhe të kaluarin e saj, sepse përndryshe as nuk do të ishte unë për shkak për veten time s'jam e penduar për asgjë për të kaluarin time. Për asgjë zero. Unë nuk do të isha kjo sot. Se unë sot për shembull jam e lumtur, sot që them jam e lumtur, jam e ngarkuar, po jam e lumtur, në kuptimin jam e ngarkuar me punë, me angazhime, me përgjegjësi, por jam e lumtur, po. Dhe në qoftë unë kam arritur në këtë pikë, çfarë do thotë, pendon për të kaluarin time? Jo, unë s'do isha kështu. Edhe po, e bëra duke e dashur siç nuk e kishte dashur askush, duke qëndruar afër pas i lloj paragjykimi, duke e ftuar në Shqipëri. Duke i thënë që, domethënë duke përfituar edhe nga ky fakti që ajo dinte që ai mua mund të më ketë pak frikë për shkaqe të çmendurisë time publike së gjitha këto, se u thoya që duhet nxjerrë familjarisht në ekran. Edhe po kjo ishte formë, sepse realisht tjerë nuk kanë fajt, ju shkelet privatësia, edhe një farë mënyrë i krijova mbrojtje. Siguria s'kish patur askënd. Ajo kërcënohej edhe për të bien. Që të bijes do t'i tregoj e kaluara. I përdori fëmia. Dhe arrita, domethënë duke u kapur sa në një degë një tjetër, për t'ja larguar nga ndjesisë, sepse ajo kthehej dhe rikthehej prapë me të. Dhe deri në momentin që unë u interesova për ca fakte dhe prova të tjera, shoqëruese, në lidhje me personin në fjalë, të cilat ja shpifen totalisht asaj, po me fakte dhe me prova, sepse një viktim narcizmi gjithmonë i hedh një syve kollaj personi që është dënuar. Dhe më është dashur të bëm investigatore private për të shpëtuar atë vajzë, sigurisht duke mos patur mas një lloj ndjesie për personin në fjalë. Unë në fakt doja të di se si ndihesh ti kur u vjen në ndihmë vajzave dhe grave. Ashtu tepër për rastin konkret, si ndihesh ti? Unë kam thënë gjithmonë që në rrugtimin e jetës time kam preferuar, ose më kam zgjedhur, ka ardhur vetveti një zgjedhje natyrale të jetoj mes një bote që balancon lirinë edhe dashurinë. Dhe të kujdesesh për vajzat dhe gratë në vetvete është si të kujdesesh për këtë tjetër, sepse nuk është se unë kujdesem edhe për fëmijë që janë të braktisur në format e mia, po për vajzat dhe gratë ka diçka që duke qenë se unë jam rritur që vogël, duke parë gratë dhe vajzat dhënuara, sepse ka të bëjë shumë fëmijëria, mos them se ka të bëjë më shumë se asnjë fazë e jetës. Domethënë mua akoma më kujtohen, domethënë gratë dhe vajzat në fshatin tim që kur isha 5 vjeç ose ngjitur, kur dhunoheshin nga alkooli burrave, nga rakia, nga këto, ose vajzat që detyroheshin të fejoshin të linin shkollën, vajzat që u thyeshin ëndrat dhe gënjeshin që kur shkoshin në Itali te i fejumi vazhdon shkolla lart atje dhe pastaj ktheheshin në viktima dhune. Domethënë
fakti që unë jam rritur edhe një botë, po themi praktikisht të tillë që në fëmijëri, apo fakti kur jam edhe kujdesur për vajzat të kthyer nga shteti italian, si ish prostituta, viktimat të trafikimit. Domethënë më ka qelluar edhe për rastësi jeta mes viktimave. Dhe jo më kot pa ta zgjedhur pastaj që kur mbarova drejtësinë të studioja edhe kriminologji si profil, pikërisht në profilin e viktiminologjisë, sepse në qoftë se ti kupton viktiminologjinë, jo vetëm për vajzat dhe gratë, por edhe çdo lloj viktime të mundshme, ose ke efektin parandalues, apo po, tamam, efekt parandalues për të eliminuar masivitetet të dhunës. Kështu që praktikisht unë ndjehem se ekzistoj. Se për këtë jam. Ndjehem se ekzistoj. Në qoftë se unë nuk e bëj këtë gjë, domethënë s'është puna më frot, por në qoftë se për rastësi apo natyrshëm më vjen një rast i tillë dhe unë nuk bëj asgjë ose kthej një përgjigje të tipit part-time, të angazhimit tim part-time në këtë pjesë, po nuk dhash krejt shpirtin tim, unë nuk ekzistoj. Domethënë, më mirë është të mbyllem në shtëpi, mos i çoni fjalën Ertilës për asgjë, ta buk edhe të flej gjumë dhe as mos zgjohem për ta menduar që unë nuk e ndihmova atë. Kjo është ajo çka unë ndjej. Je mrekullueshme. Tani të kalojmë pak tek vajza jote. Po. 5 minuta para performancës, vajza jote u shpall kampione bote. Po. Po, ka qenë Massa di Carrara në Itali. Shiko, unë kam shumë besim te Zoti, shumë. Edhe të një energji që ka unë e kam e ushej dhe vetë ushej shpeshherë me natyrën, edhe me kumisëdoj me veten dhe po them edhe me një fuqi më të madhe që unë e quaj Zot. Për atë shkollë sa unë e ndjej një garanci dhe një shtyllë që them edhe pse unë vetëm po mendoj këtë gjë, dikush po më dëgjon. Dhe thjesht e ndjej që është Zoti. Po. Ka qenë ditëlinja ime 19 gusht, kur marrvesh unë u zgjodha kënga ime, u zgjodh në Sanremo dhe vajza ime pak kohë përpara, s'ka patur pak ditë që u zgjodh për të qenë, domethënë përfaqësuese e Shqipërisë për moshat e saj dhe kategorinë në karate përkatëse, për të përfaqësuar Shqipërinë në kampionatin botëror të karates dhe të arteve marciale. Po, kemi patur njëra tjetrën 4 orë, distancë, kemi bërë trena. E kam lënë me një artiste dhe me profesorin e vetë, sepse kemi shkuar të dyja në Itali. Interesantja ishte që kur u publikuan datat e finaleve, është shumë interesante si janë të njëjta data. Dhe kjo ishte një shenjë jo e vogël për rrugtimin tim dhe të vajzës time. Sepse në moshën e vajzës time, për shembull, për mua s'kan patur shumë mundësi, si për shumë fëmijë shqiptar, se do ta diskutoj këtë në një plan jo egoist. Unë mendova që një moment ka menduar që ta lë finalen e Sanremos thjesht për asgjë tjetër përveç se për t'i duar trokitur vajzës. Edhe nëse sfitonte, pa rëndësi ka. Po, prindi gjithmonë duhet sepse babajin e kishte një shtet tjetër, për mungesë dokumentacioni nuk është se mund të ishte prezent, nuk kisha askënd tjetër se prindrit kanë shkuar në një shtet tjetër si azilant dhe nuk isha vetëm unë dhe ajo. Dhe kam thënë mund të kaloj në finale, por do ta lë finalen veç për t'i duar trokitur vajzës, se ishte distancë 4 orë. E tisha publik, asgjë tjetër. Publik dhe mami, nëna, familja, dikush aty për të. Dhe ka qenë një artiste që unë e falenderoj shumë, jam shumë falendëruese, që falë saj, dilemën e theva, domethënë, që të merja trenin. Unë kalova nga gjysmë finale në finale dhe do kthesha te vajza. Kjo ishte mjaftueshme, thash s'ka problem. Dola finaliste dhe nuk natën finale nuk mbaroj. Kaq doja të konfigurosha në atë që e dija të bëja për veten time herë. Edhe Suela Konjari, artistja e filmave në Shqipëri, e kinematografisë, Suela Konjari, ishte në Itali me bashkëshortin e saj, i cili është mjeshtër i karates, profesor, me titull edhe botëror. Më thot, Nertila, a mund ta mbaj unë vajzën dhe ti të shkosh të shkëlqesh, se unë e di unë të njoh prej shumë viteve dhe ti je një vajzë artiste. Po ishte dikush që për herë të parë më thoshte ti je një vajzë artiste dhe po ma thoshte një artiste. Edhe tha, Celestina do flej me mua sonte, sepse kisha hallë se nuk po kapi orarin e trenit më të vonë.
deri në orën 2 të natës ishin trenat, ishte lodhje shumë e madhe, 8 orë rrugë, 4 më shku 4 më ardhë. Edhe Celestina duri me mua, edhe ti shko atje dhe edhe shkëlqen atë që ditë bësh më mirë në kitarë, sepse edhe kënga ishte një rock balad kitare. Dhe po, kam shkuar dhe në moment që kam qenë duke dash bëm gati, ndoshta kam qenë duke lidhur në nuk e di, në gjë të fustani ose flokët a diçka, unë kam marrë telefonat nga Suela Konjari, dhe më thot, Nertila, ori më thot Celestinës sapo shpall kampione bote. Unë ka qenë para meje, më duket përfaqësuesi i Gjorgjis për të kënduar, dhe doja vesh me festu për vajzën, edhe nuk ra Sanremoja. Unë isha thjesht një pallat sporti. Isha thjesht isha në Masa di Carrara, isha kthyer nga Sanremoja atje, isha aty duke parë Celestinën. Dhe mu duk se tani do këndoja veç për fest dhe për se e kënga po mban vetvete një dhunë dhe për vajzën time, sepse isha unë ajo aty në finale fizikisht. Në format e caktuara nga jeta e dhënuar nga format ndryshme të jetës, se s'dua të them nga njerëz të ndryshëm, edhe ajo mund të jetë në format ndryshme, në qoftë me mungesë meritokracie tjetër, ka shumë arsye për të cilave mund të isha dhënuar. Dhe po, të këndoja për vajzën time me edhe jo fest, manifest. Edhe sepse të gjitha vajzat janë të talentuara, kam zbuluar këtë, pavarësisht se ndoshta një moment caktuar të jetës nuk e kuptojnë eksaktësisht ku e kanë, ose sepse nuk ja ushqejnë, nuk e mbështesin, i demoralizojnë në moshën që faktikisht aty ka të klikun, po pikërisht në atë moshën i vëjnë kufizim që më lehti pranojnë kufizimet. Dhe po, dhe për këndova si për qefin tim, sikur nuk ishte askush në sallë, përveç se vajza ime. Ajo që kishte dëgjuar gjitha kompozimet e mia në shtëpi, e vetmja që nuk ishte thënë kur asnjëherë në shtëpi, o mami që po bën kitarë, sepse edhe kur krijoj muzikë, unë kam kitarë në shtëpi, e krijoj një këngë, një balad, kështu. Ajo është e para që i dëgjon, sepse unë jam edhe duke shkruar, por ajo duke dëgjuar se më duhet ti këndoj dhe ta shikoj si dukem. Edhe po, siç e ndjeva veten atje në Masa di Carrara, duke duar trokitur për vajzën time si e vetmi atje mes gjithë atij pallati sportit madh ndërkombëtar, fushave, ashtu më duk vetja edhe në skenën Sanremo, sikur aty është përballë me vetëm vajza ime, por diku në ajër ose diku të dera shihja dhe mamin tim. Shihja dhe mamin tim, ndoshta që kish mbritur me vonesë, po kish mbritur. Edhe motra jote këndon. Po. Si keni marrëdhënie si dy këngëtare në shtëpi? Shiko, Merita është motra ime. Merita po, këndon prej shumë viteve, kryesisht në diaspor. Merita ka një stil më shumë, po themi, komercial. I referohet më shumë muzikës moderne, pavarësisht se merr pjesë edhe në për evente të tjera të bashkë organizuara shqiptare në klube të ndryshme jashtë Shqipërisë, me këngëtarë të tjerë që mund t'i keni parë në postera etj. Por e ka parë më shumë muzikën si formë komerciale dhe një pasioni show muzikor, të cilin e ka deklaruar edhe vetë, domethënë gjithmonë publikisht. Dhe marrëdhënia ime me Meritën është kjo që meqense se përmendë muzikën si një urlidhse, mikrofonin në dorë për herë të parë kam dhënë unë që të këndoj. Po, ka qenë një bar kafe dhe pizzeri në një restorant familjar. Kemi qenë unë, Alketi, regjisor, Alket Bushi, që ne bënim aktivitetet në Pallatin e Kulturës Lezhë, se ne rriteshim Pallatin e Kulturës tashmë. Ne punonim në mal, edhe Merita, bënim lekt, me prindrit e këtej dhe pagunim biletat e autobusit vetë, me shku mos më nevojë pasionit. Po, sakrifice, por unë quaj një fat shumë të madh. Prindin tim, babin kryesisht, edhe mami po kishte ngarkesat e veta për moshën, për atë moshë atëherë nuk është se kishte shumë, po themi, shumë vërejtje, po edhe ajo kishte atë frigën se në zonë ndodhin edhe gjëra me vajzat, pasiguria jetës vajzave. Se kishte fakte dhe prova rrotull, ku vajzat ishin dënuar, ishin trafikuar, ishte një periudhë goxha për Lezhën, goxha e frikshme, domethënë. Dhe po, Merita
ka pas qenë pjesë e grupeve të baletit, herë modern, pastaj edhe popullore, dhe mendova, i thash, po sikur ta provosh të këndosh, sikur kisha i thirrit bërshme nga ajo imja. Ose nga që mua më shihnin më shumë si intelektuale e mundshme në perspektivë, le themi, sikur atë që po doja ta bëja vetë, ta ushqeja diku tjetër. Domethënë, sikur unë e dija që do më ndalonin, po dikë tjetër nuk do ta ndalonin. Por rëndësishme ishte që të ketë një hapësirë dhe të provonte, sepse unë rritesha me motrat e mia, unë e di se ç'a hanim dhe ç'a pinim, unë e dija se si ndronim rrobat, unë e dija sa lekë blenim rrobat, unë e dija gjithçka për njëra tjetrën. Dhe në momentin që ti di gjithçka për dikë, ti edhe di se çfarë hapësire ti japësh. Dhe kjo është ai defekti më i madh që në përgjithësi e kemi ne shqiptarët, sepse ne kur ta kuptojmë, do të kur e dim pothuajse gjithçka për njëri tjetrin dhe dëshirat njëri tjetrit du t'japim hapësirë. Po. Dhe unë e kuptoja që Merita thellë nuk është ajo krijuesja muzikës apo ajo artistja që efektivisht nuk jeton dot pa muzikën, por ajo që jeton bukur me muzikën. dhe po, shkëlqeu në atë formën e vet, do siç e kishte ndërruar vetën një vajzë showbizit muzikor, është ajo që ka ndërruar dhe që për cilën ka punuar vazhdimisht. Tani për mbyllet kësaj bisede kaq të bukur dhe emocionuese, unë do doja shumë një mesazh nga ana jote për të gjithë vajzat, gratë, për të gjitha. Dhe në fund për narcistat. Po. Atëherë, sikur mos të ekzistonin këta narcistët, apo dy agjinit. Po. Sepse narcismi shpesh vret jo vetëm një grua nga trupi dhe nga raporti bashkëshortor apo dashuror, por edhe për shumë aspekte tjera dhe për ëndrat. Unë grave dhe vajzave kam për t'ju dhënë një mesazh i cili është zinxhir. Pra, mesazhi im s'ka mbaruar akoma, s'mbaron as sot. Dhe do t'ju kërkoja më shumë diçka në formë mesazhi, sepse kur unë kam këtë lloj eksperiencë dhe këtë lloj rrugtimi, më vjen t'ju bëj ca kërkesa, të cilat unë i ndjej se realisht kanë nevojë t'i bëjnë. Ka nevojë t'ju a thot dikush, unë po ju a them tani, që duhet domosdoshmërisht të flasin kur nuk munden më të flasin. Duhet të gjejnë mënyrën dhe personin të flasin kur gjithçka kanë menduar se mund ta bëjnë përveç se të flasin për këtë gjë. Ato dogmat e mëdha nuk ka nevojë të ndahet kjo me dikë apo me publikun apo me atë, jo. Një viktim ka nevojë gjithçka. Ose një grua dhe vajzë për të mos u bërë viktim, sidomos kjo, për të mos u prodhuar viktim, ose për të qenë të lumtur, ose s'ka nevojë vetëm se s'bën për t'u marrë tani për qenë gjithë viktima në mënyrë që të bëhemi speciale. Po. Sepse viktimun përfundosh edhe në tragjedi të rëndë. Dhe unë them, flisni sa më shumë për ëndrat tuaja, për hallet tuaja, për atë çka ju mundon sa shumë, me personin e duhur. Me personin që ju keni brenda vetes tuaj, atë mendimin dhe ndjenjen se të paktën nuk do ju shtyj. Do t'ju dëgjoj. Flisni me atë që ju dëgjon. Dhe ai që di të dëgjoj, ai di dhe të nxjerr nga çdo lloj situate. Ai që të dëgjon dhe të kupton, të nxjerr nga çdo situatë. E gjen edhe ai zinxhirin e vet për të shkuar te kleja, te tjetra. Pra, nëse flasim me njerëzit e duhur, në kohën e duhur, dhe guximin, po, si duhet ta merrni guximin? Shumë e thjeshtë. A doni të jeni të lumtur? Kjo është pyetja finale, e para dhe e fundit është. Ndërsa narcistët nuk kam asnjë mesazh për narcistët. Narcistët nuk marrin mesazhe. Narcistët nuk ka mesazh për narcistët. Unë edhe nëse do isha do të mjeke ose psikologe, nuk do flisja fare për t'ju drejtuar narcistëve. Përkundrazi, ne duhet flasim me njëri tjetrin për narcistët. Narcistëve zot ju themi asgjë, duhet të mbajmë distancë. S'ka fjalë për narcistët.
Edhe kjo është mbyllja më e bukur e këtij programi. Edhe unë falenderoj shumë që ishe pjesë e studios dhe do jesh gjithmonë e mirëpritur. Faleminderit shumë, të uroj suksese dhe pres që edhe unë të frymëzohem edhe nga gra dhe vajza, po edhe njerëz të tjerë, sigurisht edhe burra dhe djem, për të mësuar më shumë që herën tjetër kur të vi, të them edhe më shumë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.